derisa po flasim, po kam edhe shumë pyetje të cilat po mundohem që me qenë sa ma e qartë dhe me përcjell sa ma shumë mesazhe të njerëz, te kjo frika e braktisës ju ndodh edhe prindërve me fëmijët e tyre. Për shembull, unë kam dëgjuar shumë prind që thonë inshallah kur të rritet nuk shkon me studiu jashtë, e me jetu jashtë e me na lan. Do me thonë hala pa u rrit mirë fëmia, këta veç që ja ka nis me u friksu faktit që ai ose ajo mundet me shku në Evropë ose kudo tjetër me jetu. Shiko, shpeshherë kur flasim për prind, pra ne e marrim një epitet për shkak se kemi sjell një fëmijë ose diçka. Po në vërtet në plot kuptimin e fjalës lind pyetja sa jemi prind. Sepse shpeshherë din fëmia mu shndrum në prind dhe prindi në fëmijë. Pra, fëmia fillon me u kujdes për prindin dhe jo ajo anasjellta se cila duhet të ishte aty prezent. Dhe kur një prind për shembull bëhet fëmijë i fëmijës së vet, po them në thonjza, kur fëmia vazhdimisht